Shtirja dhe hipokrizia. Secili prej nesh ka ndeshur në mjedisin shoqëror persona të cilët miqësohen ose zën shoqëri shpejt me gjithkënd, por qëllimi i tyre i vetëm është të tërheqin vëmendjen e të tjerëve, megjithse shpirti i tyre është i zhveshur nga ndonjë ndjenjë vëllazërore. Ata e fshehin fytyrën e tyre të vërtet nën maskën e miqësisë dhe gjejnë ngushëllim te lajkatimi, përzemërsia, te ngrohtësia e shtirur dhe jo e çiltër. Ashtu siç kërkohet edhe kur nevojitet nga rrethanat, ata e konsiderojnë shtirjen apo pretendimin e tyre të vërtetësisë një mjet për të arritur qëllimet e tyre shoqërore dhe ky është zanati i tyre. Kjo prirje e fshehur hedh hije mbi karakterin e tyre, sjelljen dhe mendjen. Ata harrojnë se një vlerë vërtet personale është mirë herë ose në mënyrë të pakrahasueshme më e çmuar se sa mendimi të tjerëve për veten. Kur njeriu vëren të tillë njerëz duke u përpjekur për gjetjen e qëllimeve të tyre egoiste në vend që të reagojnë ndaj thirrjes së ndërgjegjës së tyre, njeriu kupton se në çmas janë viktima të nxitjeve të tyre ekzibicioniste. Mendimi të tjerëve nuk është kaq i rëndësishëm sa të ndikojë në lumturinë e njeriut. Sigurisht mendimet dhe ndjenjat e të tjerëve duhen respektuar në një farmase, por burimi i lumturisë së njeriut gjendet brenda vetes dhe jo në atë që të tjerët mendojnë për ty. Përndryshe, nëse njeriu do të mësohej me zakonin e të parit të vetes me sytë të tjerëve, ai do të bëhej rob fatkeq i ideve të tjerëve duke humbur kështu lirinë dhe pavarësinë e vet. Përveç kësaj, gjykimet që japin njerëzit në lidhje me të tjerët në shumë raste janë të lidhura me interesin dhe paragjykimet e tyre personale, të cilat ndryshojnë sipas gjendjeve dhe rrethanave. Vlera e një gjykimi të tillë do të realizohej kur ne ta kemi të qartë këtë çështje. Prandaj, nëse një njeri zgjedh një rrugë të drejtë në jetë e cila nuk është aprovuar nga të tjerët, ai nuk duhet të mërzitet nga vërejtjet e tyre të pavlera. Imam Ali, udhëheqësi besimtarëve e paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos u lëndoni nga vërejtjet që njerëzit mund t'ju bëjnë, sepse nëse ajo që ata thonë është e vërtetë, ju ndëshkuat ndërkohë për sjelljen tuaj të keqe në këtë botë, në vend që të ndodhte në jetën e përtejme, dhe nëse ajo që ata thonë është e pavërtetë, ky është një shpërblim që morët pa punuar për të. Bertrand Russell i thotë: frika nga opinioni publik, ashtu si çdo lloj frike tjetër, është despotike dhe frenon rritjen e zhvillimin. Është e vështirë të arrish ndonjë lloj madhështie kur kjo lloj frike mbetet e fortë dhe është e pamundur të sigurosh lirinë e shpirtit, pasi është e rëndësishme për lumturinë që mënyra jone e jetesës duhet të burojë nga impulset tona të thella dhe jo nga shijet dhe dëshirat e momentit të atyre që ndodhen të jenë fqinjët tan ose edhe të afërmëve tan. William John Raleigh, një shkrimtar amerikan, thotë për këtë çështje: nuk ka njeri më të mangët në personalitet dhe në përmbajtje se sa njerëzit egoist, të cilët janë të plogësht dhe të pandjeshëm. Ata gjithmonë janë kurioztar të dinë se çfarë mendojnë të tjerët për ta, kështu që ata merren me ato gjëra që do të marrin miratimin e të tjerëve. Këta lloj njerëzish sakrifikojnë personalitetin dhe vullnetin e tyre ndaj paragjykimeve kolektive të tjerëve. Nëse e lejoni veten të ndikoheni prej të tjerëve përtej masës së lejuar, ju nuk mund të gjeni kurajën për të përmbushur detyrat dhe nuk do të keni sukses në jetë. Sigurisht një njeri nuk duhet të injorojë tërësisht sugjerimet e vlefshme dhe dashamirëse të tjerëve. Sidoqoftë, ajo që duhet të mbahet mend është se njeriu duhet të pranojë dhe të veprojë sipas sugjerimeve për të cilat ai beson se janë më të vlefshme dhe dobishme dhe që ofrojnë zgjidhje më të plota dhe më të mbështetura. Nëse ju ndiqni paragjykimet dhe parapëlqimet e të tjerëve, ju do të përballeni me një gjendje të vështirë sociale dhe një mjerim vetjak. Nga ana tjetër, nëse ju jeni vendosur në lidhje me idetë tuaja që mendoni se janë të dobishme, ju do të ndiheni i relaksuar, i fortë, i pavarur dhe me vetbesim. Ndjekja e kote paragjykimeve të tjerëve do të gjymtojë çfarëdo lloj frymëzimi të rëndësishëm dhe ide të vlefshme që mund të keni, duke ju zhveshur plotësisht nga liria personale, pavarësia dhe personaliteti, dhe ju nuk do të jeni në gjendje të jeni vetvetja. Nëse do të hiqni dorë nga liria e mendimit, ju do të humbisnit gjithçka. Gjendja, rrethanat dhe besimi i njerëzve janë të ndryshueshme dhe kontradiktore në shoqëri. Sa më shumë që të përpiqeni për të arritur miratimin e përgjithshëm, aq më pak rezultat do të arrini dhe më pak vëmendje do të tregoni dhe do të shmangni në nshtrimin ndaj tij. Bota admiron njerëzit të cilët kanë kurajën të vendosin për veten dhe që kanë një vendosmëri të fuqishme.